është shumë e rëndësishme raportet Kosovë-Letoni, Letonia e ka njoftë Kosovën, por është shumë e rëndësishme që të potencohet fakti sepse njëjtë sikur Kosova edhe Letonia ka probleme me luftën hibride, me ndikimin e lajmeve të rrajshme, ndikimin rus. Edhe në Kosovë, pezojna, ka ndodhë raste, lajme, gabime, me apo pa gabim, që janë cilësu edhe nga ambasada amerikane, që janë lajme hibride ruse. Në ka ndodhë, është fakt. Jeta Gjara ka thonë, po I citojmë disa zyrtarë. Jeta Gjara, po I citojmë disa zyrtarë. Pa emen, ha? Ashtu dhim t'ju ashtu, nëse s'përë Po të vërtetën e mbrojnë që situatës e mi. Vërtetën, nuk I loranat me kaluar. Edhe dëshmojnë edhe raportet të ndryshme evropiane që ka ndikim. Po, të cilat që shëtë normale ka stigu I mirë, janë për media të gjuhën serbe në Kosovë. Jo vetëm. Vetëm. E bëra një mision vështirime të folë se pas ka nevojë shumë. E bojmë valla. Rreziku I luftës hibride I ka nosë që gjatë vis edhe Kosovës. Unë kisha pas qef fjalën hyrë se po, me shfrytzu krete, mandej pe bëjmë pak debat. Po nëse ndërhyrë. I bëjmë intervista, dëgjojmë çuçi, e kam një formulë që shpe bëj debatuzin nga tash tutje, nëse do me bëj çështo. Pi bëj intervistat e ndome, mandej I lëshoj 1 2 3 4 5, mandej fitam hajde. Ose shkon konteksto. Unë pajtohem me ndërhyrë. Unë se kam problem me ndërhyrë. Asnjë media tjetër. Absolutisht se s'ma ndërron mendimin, sepse ka mendimin shumë mirë. Se mendoj edhe ashtu e them, muj me pas gabim, muj me pas drejt, ajo është tjetër temë, por ndërhyrjet e vazhdueshme di pse bëhen, qëllimi është me ndru ato që e themon, por nuk mundet të ndryshu. Ideja është gabimi tjetër është qëllimi këtu, se bifi mos në leo me fola, po në vazhdo të lutem. Gabimi tjetër është kur e krahason se çka thot dhe më thonë ankesa që I bën Albinin në përzjedhje... A mëjnë të bëni pyetje më direkte, a është dashur të komentoj orientimin seksual I Granellit? Qa të dashta me dalë? A bën veç pak, të luta. Nëse në zërmi për recitimit se ja komplet. Pyte, po, lirem, bënë pak ma respektus. Për me I shumë jo respektus, A është dashur të lëshoj në orientim seksual? Po, Ermal. Ky po të bën pyetje, ky po të bën pyetje, ti po I thu mos më ndërprej. O, ty jam të thonë. Ermal, pyetje, nëse dëgjojmë biseden, edhe du me thonë lirimit se tha 10 minuta ka folë. Biseda që te, unë, tjere kemi gju, bëjsh pak, është biseda që e kam publiku pranë kërstrës. Asti aso nuk e dim, nëse ka zota e bizet të folë përsa nëse si dim, na po folëm që ato që I për orientimin seksual. E dyta. Për Grenellin nuk flet kurti I parë, por pyetet konkretisht. Mon pyetet kurti, edhe për orientimin seksual, veç pyetet. Edhe e dyta, pyetet për orientimin seksual. Edhe e dyta. M'fal Zëbic, jo të lutem. Jo, Zëbic, nuk pyetet për orientimin seksual. Pyetet për Grenellin, po jo për orientimin seksual. Pyetet, jo, a e dim pse. Unë muj me të gjithë, po çka po më përgjigjesh ti? Ti po më përgjigjesh, unë po ta bëj pyetjen, a është dashur kryeministi të lëshoj në orientimin seksual të Grenellit? Po, a bën më përgjigj. Po mbas nesër më përgjigj. Po, apo çe, kur pyetet ose kur flitet për kontekstin e homoseksualitetit të Grenell, çështja është me e spjegu se si Grenell, pas disa bisedave që flet për të, se si Grenell, si politikan, në thojza I diskredituar, pranon që të bëhet udhëhec I një qendre të cilën Trump e konsideron si qendër që I ka promovu LGBT dhe thot që Grenell po e dërgoj ato për me ndalu atë shfaqje pro LGBT-s. Edhe e thot, se është e mundër që një person me orientim seksual LGBT pranon të shkoj edhe të ndaloj shfaqjet pro ati komuniteti në Kennedy Center. Kështu është konteksti. Nuk përmendet në kontekst negativ. Nuk përmendet në kontekst negativ, në kontekst politik. Shumë e thjeshtë. Jo pasha zot, jo çona. Ja do me bëj një deal. Nëse Albin Kurti ka thonë, citat, çka tha ky që tash, unë kur mos vinë në mision. Po nuk e citova. A ti ka folë më mirë se Albini, a? Albin Kurti. Do të skupton për vetëm. Shumë saktë